Imagjino sikur e ke kushtuar jetën tënde ndaj njerëzve që në fund nuk e njohin vlerën tënde. Jep gjithçka, sakrifikohesh, përpiqesh me gjithë forcën për të mbajtur lidhjen, dhe megjithatë ndjen se refuzimi vjen pikërisht nga ata që duhej të ishin të parët që të mbështesnin. Si mund të shpjegohet kjo? A është problemi me ty, apo pas kësaj fshihet diçka shumë më e thellë, diçka që i shpëton vëmendjes son të vetëdijshme? Carl Jung ka folur për faktin se ne mbajmë brenda nesh kujtime dhe modele nga pavetdia kolektive, të cilat përsëriten pa i vënë re. A është refuzimi yt thjesht rastësi, apo ndoshta, edhe pa e kuptuar, je zgjedhur për të thyrë një rreth vicioz që ka vazhduar prej brezash? Nëse ndonjëherë e ke ndjerë se, sado që të përpiqesh, nuk je kurrë mjaftueshëm për ata që duhet të donin pa kushte, atëherë është koha të dëgjosh me vëmendje. Refuzimi nga familja nuk ka të bëjë gjithmonë me gabimet apo dobësitë e tua të supozuara. Në shumë raste, ai pasqyron diçka shumë më të madhe, diçka që ti përfaqëson. Zhvillimi yt personal, mënyra jote e të menduarit, pavarësia emocionale dhe mendore mund të perceptohen si kërcënim nga ata që nuk kanë guxuar kurrë të dalin nga zona e tyre e rehatisë. Është frika nga e panjohura, një zili e heshtur, dhe mbi të gjitha, modele të thella të pavetëdijshme brenda sistemit familjar, që bëjnë që ata që duhet të mbronin, të largohen prej teje. Jung e quante këtë projekcionin e hijes. Gjithçka që një person nuk mund ta pranojë tek vetja, e projekton tek të tjerët. Dhe ironia është kjo, sa më shumë të përpiqesh të provosh vlerën tënde, aq më shumë ata do të largohen, sikur drita jote t'i verbojë ata që janë rehat në errësirë. Por ka një të vërtetë që rrallë thuhet, ky refuzim mund të jetë një shenjë e qartë se ti nuk i përket më atij cikli të vjetër. Ti ke ecur përpara, ke zgjeruar ndërgjegjen tënde, ke thyer modele të vjetra, dhe pa e kuptuar, ke kaluar një kufi të padukshëm që i mbante të bashkuara ato lidhje artificiale. Shumë familje e kanë të vështirë të pranojnë ata që sfidojnë strukturat ekzistuese, ata që mendojnë ndryshe dhe që nuk i nënshtrohen rregullave të trashëguara ndër breza. Frika nga ndryshimi i bën ata të sulmojnë, para se të kuptojnë se problemi nuk je ti, por transformimi që përfaqëson. Kjo shpjegon pse kaq shumë njerëz që ndjekin rrugën e tyre ndihen si të huaj brenda familjes së tyre. Por pyetja kyçe është, edhe sa gjatë do të lejosh që refuzimi i të tjerëve të përcaktojë vlerën tënde? Nëse ndjen se familja jote nuk të pranon, ndoshta ka ardhur koha të kuptosh modelet pas këtij sjelljeje dhe më e rëndësishmja, të vendosësh si do të reagosh. A ja vlen të kërkosh miratimin aty ku nuk do ta gjesh kurrë, apo forca e vërtetë qëndron në çlirimin nga ky nevojë? Jung theksonte se rruga drejt individualizimit, pra të bëhesh vërtet vetvetja, kërkon të shkëputesh nga zinxhiret e kolektivit, të përballesh me hijet e tua dhe të ndalosh së kërkuari miratim nga jashtë. Mund të jetë e dhimbshme, por është i vetmi rrugëtim drejt lirisë së vërtetë. Ajo që do të mësosh tani mund ta ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si e sheh refuzimin, madje edhe më shumë, mund të transformojë përgjithmonë imazhin tënd për veten. Imagjino sikur ata që duhet të ishin mburoja jote kundër stuhive të jetës, janë pikërisht ata që të hedhin në humner. Imagjino ta ndjesh dhimbjen e refuzimit jo nga të huajt, por nga vetë gjaku yt, nga njerëzit që duhet të ishin aleatët e tu më të afërt. Kjo dhimbje nuk është e zakonshme. Nuk është thjesht zhgënjimi i një dashurie të papërgjigjur apo dhimbja e një lidhjeje të prishur. Është një plagë e padukshme që e çan shpirtin thellë, që lë gjurmë dhe nuk shërohet kurrë plotësisht. Por sot do të mësosh një të vërtetë që pak guxojnë ta pranojnë, një të vërtetë që mund të ndryshojë përgjithmonë mënyrën se si e shikon familjen. Që fëmijët na mësojnë se dashuria familjare është një lidhje e pathyeshme, se gjaku na bashkon përgjithmonë. Por për shumë njerëz, ky besim thyet në mënyrë brutale. Ajo që për disa është dashuri e vërtetë, për të tjerë është një marrëveshje e heshtur, një sistem pritshmërish dhe kushtesh i maskuar si afeksion. Pranimi bëhet një kontratë e pashkruar, do të vlerësohesh vetëm për aq kohë sa ndjek rregullat dhe luan rolin që të kanë caktuar.
Në momentin që guxon të vësh në dyshim këtë skenar, kur ndjek rrugën tënde dhe çlirohesh nga burgu i pritshmërive, shndërrohesh në të huaj në shtëpinë tënde. Carl Jung thoshte se rruga drejt individualizimit, pra të bëhesh vetvetja, kërkon të çlirohesh nga iluzionet kolektive dhe mes tyre edhe nga lidhjet familjare që ekzistojnë vetëm në sipërfaqe. Refuzimi që vjen më pas nuk është një konflikt i zakonshëm, as një keqkuptim që zgjidhet me kohën. Është diçka më e thellë, më e hershme. Është frika nga ajo që nuk mund të kontrollohet. Çfarë ndodh kur ti nuk përshtatesh më me imazhin që ata kanë krijuar për ty? Disa largohen në heshtje, zhduken dalëngadalë derisa bëhesh thjesht një kujtim i pakëndshëm. Të tjerë janë më të drejtë për drejtë, të fshin nga jeta e tyre me fjalë të ftohta, heshtje therse, gjeste që lëndojnë më shumë se çdo plagë e dukshme. Dhe pastaj mbetesh vetëm i humbur në një labirint dyshimesh, duke kërkuar përgjigje. Kur nisi të shkonte gjithçka keq, a ndryshova shumë? A bëra diçka gabim? Por dëgjo me kujdes, nuk ka të bëjë me ty apo me gabimet e tua të supozuara. Ka qenë gjithmonë një histori për ta, për paftësinë e tyre për të pranuar diçka që nuk e kontrollojnë. Jung e quante këtë projekcion, çdo gjë që një person nuk mund ta durojë tek vetja, e hedh mbi të tjerët. Dhe kjo është pikërisht ajo që ndodh kur një familje refuzon një nga anëtarët e saj. Ata nuk po të refuzojnë ty, ata po refuzojnë atë që ti pasqyron tek ta, një të vërtetë me të cilën nuk duan të përballen. Jo të gjithë ata me të cilët ndan gjakun do të ndajnë edhe rrugëtimin tënd. Disa njerëz largohen sepse nuk e durojnë dot praninë e dikujt që thyen modelet e vjetra, që vë në pikpyetje rregulla të pashkruara dhe që shpalos kontradiktat e një sistemi që mban gjallë vetëm dhimbjen. Ti nuk ke lindur për të jetuar sipas një skenari të shkruar nga të tjerët. Nuk je këtu për të qenë reflektimi i pritshmërive të tyre. Dhe pikërisht kjo liri, ky refuzim për të lejuar të formojnë sipas dëshirës së tyre, është ajo që shumë njerëz nuk mund ta përballojnë. Por gabimi më i madh që mund të bësh është të heqësh dorë nga vetja vetëm për të ruajtur një vend ku kur nuk ishe vërtet i mirë pritur. Pyetja e vërtet nuk është pse të refuzojnë, por pse vazhdon të kërkosh pranim atje ku nuk ka pasur kur hapësirë për ty. A je gati të ndalosh së luftuari për një dashuri të kushtëzuar dhe më në fund të ndjekësh rrugën që gjithmonë ka qenë e jotja? Dashuria e vërtet nuk duhet të ketë kushte. Nuk duhet të jetë një prang që të detyron të luash një rol që kur nuk e ke zgjedhur. Por nëse refuzon të formohesh sipas pritshmërive të tjerëve, atëherë ata e quajnë këtë rebelim, egoizëm. E vërteta është kjo, ajo që ata në të vërtet kanë frikë nuk është pavarësia jote, por fakti që ti nuk ke më nevojë për miratimin e tyre për të ekzistuar. Që nga lindja, ne formohemi, kushtëzohemi për të pranuar vlerat që na mësohen, për të ndjekur rrugën që të tjerët e quajnë të duhurën. Por një ditë, diçka zgjohet brenda nesh, një zë i butë, një pëshpëritje që na thotë se ka diçka më shumë. Kjo pëshpëritje është vetja jote e vërtet, që të fton të dalësh nga burgu i padukshëm që të ka mbajtur të mbyllur. Dhe pikërisht në atë moment, duhet të marrësh një vendim. Disa do të admirojnë ndryshimin tënd, do të mbështesin, do të duartrokasin për transformimin tënd. Të tjerë do të luftojnë, do të përpiqen të tërheqin pas në versionin e vjetër të vetes tënde, atë që ishte më e lehtë për t'u kontrolluar, që nuk pyeste, që u përshtatej të gjithëve. Ata do të rikujtojnë të kaluarën, do të bindin se vetëm ajo versioni dikurshëm i yti ishte i denjë për dashuri. Por pyetja që mbetet është kjo, a do ta zbehesh dritën tënde vetëm për t'u përshtatur në një formë që të tjerët kanë krijuar për ty? A do të shtirësh se je dikush që nuk je, vetëm për të ruajtur një dashuri që nuk ka qenë kur e pakushtëzuar? Apo do të ecësh përpara, duke e ditur se rritja shpesh kërkon të lësh pas ata që refuzojnë të rriten bashkë me ty? E vërteta e hidhur e këtij rrugëtimi është kjo, të largohesh nuk do të thotë se dashuria nuk ka ekzistuar kurrë. Nuk do të thotë se nuk ke dëshiruar që gjërat të ishin ndryshe.
Do të thot vetëm se nuk mund ta tradhtosh veten për të mbajtur në këmbë një lidhje që ekziston vetëm duke sakrifikuar identitetin tënd. Do të ketë momente dyshimi. Heshtja do të bëhet e rëndë. Zërat e së kaluarës do të bëjnë të mendosh se ndoshta ishte më e lehtë të përshtateshe, të dorëzoheshe, të pretendoje se gjithçka ishte në rregull, por të pyes sa kushton një jetë që nuk është e jotja, sa vite mund të humbasësh duke kërkuar pranim nga ata që nuk kanë qenë kurrë të gatshëm të shohin se kush je vërtet, sa herë mund ta ndryshosh veten për të kuptuar në fund se kurrë nuk do të jetë e mjaftueshme. Shumë njerëz e kalojnë jetën të ngujuar në dëshirën për të qenë të pranuar. Sakrifikojnë autenticitetin e tyre, shtypin ëndrat e tyre, shndërrohen në hije të vetes, vetëm për të qëndruar në një vend që kurrë nuk i ka dashur vërtet. Por gjëja më tragjike është kjo, ata nuk kuptojnë se kjo nuk ishte kurrë dashuri e vërtetë. Është thjesht kontroll, dhe kontrolli që maskohet si afeksion është forma më e fshehtë dhe më e egër e manipulimit. Kush e ka përjetuar këtë dhimbje, e di. Nuk je gabim që zgjedh veten. Nuk je në faj që refuzon të jetosh si rob i pritshmërive të tjerëve. Të zgjedhësh veten është akti më i madh i guximit që ekziston. Por rritja shpesh do të thotë të ecësh vetëm, dhe jo të gjithë janë të gatshëm ta ndjekin këtë rrugë me ty. Disa njerëz do të mbeten pas, do të kapen pas imazhit të dikurshëm tënd, sepse nuk mund ta pranojnë atë që po bëhesh. Ata do të mbeten tek versioni yt i vjetër, sepse ai ishte i parashikueshëm, i lehtë për t'u kontrolluar dhe i rehatshëm për ta. Por ti nuk mund të mbash mbi supe kufizimet e të tjerëve. Lëri të shkojnë. Le të mbeten të lidhur pas botës së tyre, nëse kjo i bën të ndihen të sigurt. Por mos lejo kurrë që frika e tyre të pengojë të bëhesh ai që ke lindur të jesh. Carl Jung thoshte se rruga drejt individualizimit kërkon guximin për të hequr maskat që na janë imponuar nga kolektivi, guximin për të shkëputur nga pritshmëritë e të tjerëve. Refuzimi i tyre nuk është pasqyrë e vlerës sate. Dashuria, apo mungesa e saj, nuk përcakton se kush je ti. Dhe në momentin që e kupton vërtet këtë, kur ndalon se kërkuari dashuri atje ku ajo kurrë nuk ka ekzistuar, do të zbulosh diçka të jashtëzakonshme, familjen tënde të vërtetë. Një familje që nuk bashkohet nga gjaku, por nga zgjedhja. Një lidhje e bazuar në respekt, ndërsjelltësi dhe përkujdesje të sinqertë, pa kushte, pa kërkesa, vetëm me një pritshmëri të thjeshtë, që të jesh vetvetja. Nëse ndodhesh në këtë pikë kthese, i mbajtur peng nga shpresa se një ditë gjithçka do të ndryshojë, bëj një pyetje, po sikur dashuria që kërkon të mos jetë pas teje, por përpara, po sikur ajo që ke dëshiruar gjithmonë të pres tashmë, dhe e vetmja gjë që mungon është guximi yt për të bërë hapin e radhës. Frika e të lëshuarit mund të jetë dërmuese, sepse jemi kushtëzuar të besojmë se duhet të kapemi fort pas lidhjeve, edhe kur ato na shkaktojnë dhimbje. Por ka një peshë që është edhe më e rëndë se sa të lëshosh diçka, të vazhdosh të mbash mbi supe diçka që nuk të përket më. Vjen një moment kur nuk ke më zgjidhje tjetër përveç se të ecësh përpara. Të mos shikosh prapa, të mos përpiqesh të rindërtosh atë që tashmë është shembur. Të mos presësh që njerëzit që nuk janë gati të ndryshojnë, të bëhen ndryshe pa pritur. Pyetja është, a do të vazhdosh të mbash mbi vete një barë që nuk ka qenë kurrë e jotja, apo do ta lësh më në fund pas? Liria fillon me një të vërtet të pakëndshme, por të domosdoshme, mënyra se si të trajtojnë të tjerët thot më shumë për ta se sa për ty. Ftohtësia e tyre, refuzimi, heshtja, asgjë nga këto nuk përcakton vlerën tënde. Janë thjesht kufit e tyre, janë hijet e tyre që i projektojnë mbi ty. Për vite me radhë ke besuar se problemi ishe ti, se ndoshta duhej të ishe më i nënshtruar, më i pranueshëm, më i përshtatshëm për të merituar dashuri. Por kjo ishte vetëm një iluzion. Nëse dashuria duhet të fitohet përmes nënshtrimit, atëherë ajo nuk është dashuri. Nëse pranimi ekziston vetëm për aq kohë sa e zbel dritën tënde për t'ju përshtatur botës së dikujt tjetër, atëherë nuk është pranim, është kontroll.
Jung thoshte se shumë njerëz jetojnë të bllokuar në arketipa që nuk i kanë zgjedhur kurrë, në role familjare që i mbytin. Por ti nuk ke pse të vazhdosh të luash një skenar që nuk është i yti. Problemi i vërtet është se për shumë kohë kemi ngatëruar kontrollin me dashurinë. Na është mësuar se të jesh i dashur do të thotë të përshtatesh, të sakrifikosh veten për të ruajtur ekuilibrin, për të mos tronditur atë që ekziston. Por dashuria e vërtet nuk kërkon që ti të zvogëlohesh, nuk të ndëshkon për zhvillimin tënd, nuk të mohon të drejtën për të ndryshuar, dhe megjithatë, liria jote do të jetë kërcënim për ata që nuk dinë si të jenë të lirë. Pavarësia jote do t'i detyroj ata të përballen me burgun e tyre të brendshëm. Guximi yt do t'i përballë me frikrat e tyre. Rritja jote do t'i detyroj të kuptojnë sa gjatë kanë mbetur në vend numëro. Dhe, për shkak se nuk janë gati të përballen me këtë të vërtetë, ata zgjedhin distancën. Jo sepse ti nuk je i denjë për dashuri, por sepse ata nuk dinë si të duan dikë që nuk mund ta kontrollojnë. Për shumë kohë ke kërkuar justifikime për sjelljen e tyre. Ke shpresuar se një ditë gjërat do të përmirësohen, nëse vetëm jep pak më shumë, tregon pak më tepër durim, sakrifikon edhe një pjesë tjetër të vetes. Por tani të pyes, çfarë ka fisnike në të kërkuarit lëmosh për miratim, ku është dinjiteti në të provuarit e vlerës tënde para njerëzve që kanë vendosur prej kohësh të mos e shohin? Dashuria e vërtet nuk ka nevojë të fitohet me luftë. Kushtë do me të vërtet nuk e trajton dashurinë si një mall që duhet ta meritosh. Kushtë do me të vërtet nuk të lë të lypësh vëmendje. Dhe në momentin që e kupton këtë, bëhesh i paprekshëm. Në çastin kur ndalon së kërkuari miratim nga ata që mbajnë fort atë që nuk ekziston më, do të rifitosh një forcë që ka qenë gjithmonë brenda teje. Shi veten në pasqyrë. Shiko me kujdes kush je në të vërtetë. Nuk ke pasur kur nevojë për miratimin e të tjerëve për të ekzistuar, për t'u ndjerë i dashur, për t'u ndjerë i plodh. Je kushtëzuar që të kërkosh dashuri në vende ku ajo nuk ka qenë kurrë, që ta matësh vlerën tënde me sytë e atyre që kurrë nuk të kanë parë vërtet. Por tani ka ardhur momenti të çlirohesh nga kjo barë. Ndale kërkimin për pranimin e zemrave të mbyllura. Sepse dashuria e vërtet nuk kërkon që të zvogëlohesh, të përkulesh, të bëhesh më pak nga qie. Dashuria e vërtet nuk të lidh, nuk të manipulon, nuk të kërkon sakrifica të vazhdueshme për disa çaste të përkohshme miratimi. Dashuria e vërtet thjesht ekziston, dhe ti meriton një dashuri që nuk të kërkon të ndryshosh, një dashuri që nuk të lidh me pritshmëritë e të tjerëve. Nuk ke nevojë të jesh as më shumë e as më pak për t'ju përshtatur botës së dikujt tjetër. Nuk ke pse ta zbehesh dritën tënde që të mos i verboj të tjerët. Nuk ke pse të kërkosh falje që je ai që je. Ka një liri të pamas në të lëshuarit, në të kuptuarit se nuk ke nevojë të kapesh pas njerëzve që kurrë nuk të kanë mbajtur vërtet. Dashuria e vërtet nuk është një provë që duhet të kalosh, nuk është një betejë për të fituar një vend që duhet të ishte gjithmonë i yti. Prandaj krijo një hapësirë të re për veten. Një vend ku je i mirëpritur, jo sepse përmbush pritshmëritë e të tjerëve, por sepse thjesht ekziston. Zgjedhja është para teje, të vazhdosh të mbash mbi supe një dashuri me kushte apo të thyesh zinxhiret dhe të bëhesh njeriu që gjithmonë ke qenë i destinuar të jesh. Këtu qëndron çlirimi yt i vërtet, jo në pranimin e tyre, por në pranimin tënd, jo në miratimin që ke kërkuar për kaq gjatë, por në mënyrën se si e sheh veten kur gjithçka rreth teje hesht, kur mbetesh vetëm me qenien tënde, pa nevojën për të justifikuar ekzistencën tënde apo për të dëshmuar vlerën tënde, kur më në fund e kupton pa asnjë dyshim se problemi nuk ka qenë kurrë te ti. Carl Jung thoshte se zgjimi i vërtet ndodh kur ndalojmë së kërkuari miratim jashtë dhe fillojmë të shohim brenda vetes, kur kuptojmë se rruga jonë ka qenë gjithmonë një rrugëtim i vetmuar, por kurrë pa kuptim. Disa do të quajnë egoist, do të thonë se je bërë i ftohtë, mos mirënjohës, tepër krenar për t'u pajtuar. Do të përpiqen të tërheqin pas, duke të kujtuar gjithçka që kanë bërë për ty, të gjitha momentet kur kanë qenë aty për ty.
por dashuria nuk është borxh. Dashuria nuk duhet të jetë një barë që mbart me ndjenjen e fajit. Dashuria e vërtet jepet vullnetarisht, pa kushte, pa zinxhir. Nëse ka pasur kushte, nuk ka qenë dashuri, ka qenë kontroll i maskuar si afeksion. Dhe në këtë të vërtet qëndron forca jote e vërtet. Nuk i detyrohesh askujt një shpjegim për vendin që ke në këtë botë. Nuk ke pse të zvogëlohesh që të tjerët të ndihen më të mëdhenj. E vetmja njohje që ka rëndësi është ajo që i bën vetes. Dhe atëherë ti ngrihesh dhe ecën përpara. Jo me inat, por me qartësi. Jo me mlef, por me mirë kuptim. Disa njerëz kur nuk do të dinë të duan për atë që je, dhe kjo është humbja e tyre, jo e jotja. Disa kur nuk do të pranojnë të vërtetën tënde, por kjo nuk e bën atë më pak të vërtetë. Nuk je në këtë botë për të përmbushur pritshmëritë e të tjerëve. Nuk je krijuar për të futur në një kornizë të ndërtuar nga frika. Je këtu për të shtrirë, për të lullëzuar, për të rritur, pa kërkuar leje. Dhe në ditën kur të ndalosh së kërkuari diçka që duhet të ishte e lirë nga fillimi, do të kuptosh diçka të pabesueshme. Nuk ke qenë kur duke kërkuar dashurinë e tyre. Gjithmonë ke qenë duke kërkuar dashurinë tënde. Dhe në atë moment, iluzioni zhduket. Për herë të parë, kupton se kur nuk ke qenë vërtet vetëm. Përkatësia e vërtet nuk vjen nga të pëlqyerit e të tjerëve. Ajo lind kur e pranon veten plotësisht. Kur zgjedh veten, hapet një rrugë e re, jo sepse dikush të ka dhënë leje, por sepse ti më në fund ja ke lejuar vetes ta ndjekësh atë. Ke kaluar mjaft kohë duke e matur veten sipas standardeve të tjerëve. Ke ndryshuar zërin tënd, vendimet e tua, të gjithë qenien tënde, vetëm që të përshtatesh në një model që nuk ka qenë kur i yti. Ke ndjekur rregulla që nuk i ke zgjedhur vetë. Ke luajtur një rol që nuk ka qenë i yti. Por tani ka ardhur koha të lësh pas këtë iluzion dhe më në fund të jesh ai që ke qenë gjithmonë. Tani është momenti të pyesësh veten, a dëshiron të pranohesh, apo dëshiron të jesh i lirë? Kërkimi i miratimit është një kurth i pamëshirshëm. E kalon jetën duke besuar se, nëse bën gjithçka siç duhet, më në fund do të marrësh dashurinë dhe pranimin që ke kërkuar gjithmonë. Por nuk ka dhimbje më të madhe se sa të ndjekësh një pranim që nuk do të vijë kurrë. Nuk ka rëndësi sa shumë përshtatesh, sa shumë sakrifikon, nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme. Ata gjithmonë do të kërkojnë më shumë. Mund të kalosh dekada duke u përkulur, duke u bërë versioni më i lehtë për t'u pranuar, vetëm për të kuptuar në fund se pranimi i tyre nuk ishte kurrë i vërtetë. Ishte një iluzion, një lojë pa fund me pritshmëri që nuk mund të përmbusheshin kurrë. Problemi nuk ka qenë kurrë tek ti. Problemi ka qenë gjithmonë paftësia e tyre për të parë përtej projeksioneve që kanë hedhur mbi ty. Dhe po, vjen ai moment i pashmangshëm, vendimi për të vazhduar të rregullosh diçka që nuk ka qenë kurrë e plot, apo më në fund të lëshosh dhe të ecësh përpara. Iluzioni të thotë se duhet të provosh edhe një herë. Një tjetër justifikim, një tjetër sakrificë, edhe pak më shumë bindje, dhe atëherë gjithçka do të rregullohet. Por kjo shpresë është bosh. E vërteta, sado e dhimbshme të jetë, është se pranimi i tyre nuk ka qenë kurrë diçka që mund ta fitoje. Ka qenë gjithmonë i kushtëzuar, i brish, i dhënë me njërin dorë dhe i marrë mbrapsht me tjetrën. Dhe kur ta kuptosh këtë, do të ndalosh së vrapuari pas diçkaje të pamundur. Do të ndalosh së prituri. Do të ndalosh së zvogëluari veten për të hyrë në hapësira që nuk janë krijuar kurrë për ty. Sepse vlera jote nuk varet nga fakti nëse ata të zgjedhin apo jo. Vlera jote nuk përcaktohet nga aftësia e tyre për të parë. Nuk ke lindur për të qenë thjesht i toleruar, për të qenë vetëm aq i pranueshëm sa të mos shqetësosh askën. Ke lindur për të qenë i plot, i egër, i lirë. Kjo zgjedhje nuk do të jetë e lehtë. Rruga drejt lirisë nuk është kurrë e tillë. Do të ketë momente dyshimi, periudha heshtjeje, një dhimbje për gjithçka që nuk ka qenë kurrë e vërtetë. Por përtej kësaj vetmie të përkohshme të pret diçka magjike, liria. Liria për të ditur se nuk i detyrohesh askujt bindje, nuk i detyrohesh askujt heshtjen tënde.
nuk i detyrohesh askujt vuajtjen tënde. Liria për të mos u përpjekur më të fitosh një vend në një tavolinë ku duhej të ishe mirëpritur që nga fillimi, por për të krijuar tavolinën tënde. Dhe kur ta bësh këtë, diçka edhe më e fuqishme do të ndodhë. Do të gjesh njerëz që nuk të kanë kërkuar kur të zvogëlohesh. Njerëz që nuk e shohin forcën tënde si një kërcënim. Njerëz që nuk e përdorin dashurinë si monedhë këmbimi. Do të gjesh familjen tënde të vërtetë, jo të lidhur nga gjaku, por nga zgjedhja, nga respekti, nga një dashuri që është e lirë dhe e pakushtëzuar. Sepse familja nuk është vetëm ajo që mban mbi emrin tënd. Familja është ai që qëndron kur të gjithë të tjerët largohen. Ai që nuk është pranë teje nga detyrimi, por sepse dëshiron të jetë pa kushte, pa kërkesa, pa të detyruar të shndërrohesh në dikë që nuk je. Familja është ai që feston rritjen tënde në vend që ta frikësohet. Ai që nuk e sheh zhvillimin tënd si një kërcënim, por që e gëzon suksesin tënd me gjithë zemër. Ai që nuk dëshiron që të zvogëlohesh, vetëm që ai të ndihet më i madh. Disa nga lidhjet më të thella dhe më të vërteta të jetës tënde nuk do të krijohen nga gjaku, por nga shpirtra që të shohin vërtet dhe që të duan pikërisht për atë që je. Por që kjo të ndodh, duhet të jesh i gatshëm të lëshosh, i gatshëm të largosh ata që nuk din të duan pa kushte, i gatshëm të distancohesh nga ata që e ndjejnë vetë ekzistencën tënde si një barë, i gatshëm të ndalosh së luftuari për një dashuri që nuk ka qenë kurrë e lirë, dhe jo nga inati, jo nga zemërimi, por me qartësinë se meriton më shumë. Dhe pastaj vjen ai moment i pashmangshëm, më në fund ngrihesh, por jo sepse ata të kanë pranuar, jo sepse më në fund kanë njohur vlerën tënde, jo sepse janë penduar apo kanë ndryshuar mendje për ty. Ngrihesh sepse më në fund e ke parë veten, sepse më në fund e ke njohur vlerën tënde me sytë e tu. Nuk ke më nevojë për leje për të ekzistuar, për të qenë i dashur, për të qenë mjaftueshëm. Nuk ngrihesh më si dikush që ende shpreson për miratim, por si dikush që ka kuptuar se dashuria e vërtet nuk ka qenë kurrë diçka që duhej ta fitonte. Nuk mbart urrejtje brenda vetes, nuk kërkon hakmarrje. Ti largohesh me paqe, me sigurinë se ata që nuk kanë mundur të duan kurrë nuk kanë qenë asnjëherë të destinuar të jenë pjesë e së ardhmes që ti po ndërton. Ti nuk i përket së kaluarës, nuk i përket kufizimeve që ata u përpoqen të imponojnë. Ti i përket vetes. Dhe në momentin që përqafon këtë të vërtet, zbulohet diçka e thellë. Ti nuk ke qenë kurrë i humbur, nuk ke qenë kurrë i thyer, ke qenë gjithmonë i plot, ke qenë gjithmonë i mjaftueshëm, dhe tani, më në fund, je i lirë. Nëse ka diçka që duhet ta marrësh me vete nga ky moment, është kjo: ti nuk ke qenë kurrë delja e zezë, ke qenë gjithmonë luani, por ata i trembeshin ditës kur ti do ta kuptoje këtë. I trembeshin momentit kur do ta kuptoje se nuk ke nevojë të përulesh për t'u pranuar, se nuk ke nevojë të zvogëlohesh për t'u përshtatur në botën e tyre të ngushtë, se nuk ke pse të vazhdosh një luftë që nuk ka qenë kurrë e jotja. Prandaj ec përpara, dhe mos e zbeh kurrë më dritën tënde, mos kërko më leje për të shkëlqyer. Mos harxho më asnjë çast duke u përpjekur të bindësh dikë që të dojë diçka që ka qenë gjithmonë e çmuar. Mbylli syt për një moment. Imagjinoje veten duke ecur në një rrugë të re, një rrugë që nuk e ke ndjekur kurrë më parë. Një rrugë ku e lëshon peshën e pritshmërive, të kërkesave, të përpjekjeve të dështuara për të gjetur pranimin atje ku nuk ka pasur kurrë vend për ty. Me çdo hap, ndjen se liria brenda teje rritet. Se më në fund po merr frym, pa frikë, pa faj, pa nevojën për të provuar asgjë. Tani shik përreth, je i rrethuar nga njerëz që të duan, pikërisht ashtu siç je, pa kushte, pa kërkesa, pa të detyruar të ndryshosh për t'i kënaqur ata. Kjo nuk është një ëndër e largët, kjo është realiteti që të pret në momentin që zgjedh veten. Në momentin që ndalon së kërkuari pranimin në vende ku nuk ka pasur kurrë hapësirë për ty.